është hera parë në historinë e Europës që Anglia, Franca dhe Gjermania, pra këto tre vende që kanë qenë konkurrente dhe kanë pas kompeticion më të madh me njëri tjetrin, janë sot një boshti vetëm. Dhe vjen të provokuar nga arroganca e Moskës. Tani, arroganca ekziston, këtë nuk mund të mohosh. Është arroganca rrezikshmëri, po apo jo, ha diskutim. Unë do thosh që ndjen të rrezikuar nga arroganca e Trumpit, jo arroganca e Moskës. Patjetër, nga vetmia. E gjithë retorika e Evropës niti nga arroganca e Trumpit. Jam shumë dakord. Nga vetmia prej asistentës amerikane, nuk ka vetëmi. Trumpi kërcënon. Jo, po është ide e tyre, nuk ka thënë në asnjë moment. Po vetë që në këtë studio po që të zgjojë Europën, tani pse del kontradiktor? Jo, nuk po Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë thënë që ne po largohemi nga Evropa, nuk kanë thënë që po largohemi nga NATO. Dhe nuk kanë thënë që ne nuk e mbrojmë Evropën në rast se rrezikohet. Kanë thënë që nuk e mbrojmë në rast se Evropa merr pjesë në luftën në Ukrainë, pra në rast se çon trupa në Ukrainë, nuk do të jenë në mbrojtjen tonë. Por në rast se Evropa sulmohet, automatikisht është në mbrojtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra janë dy gjëra të ndryshme këto. Goxhaj. Ka shpërfillje më të madhe që të bësh alternativa me Rusin, pa pjesëmarrjen e Europës, kur ndërkohë që konflikti është në Europë. Po kjo Evropa nuk është lënë kohë Putinit të refuzoj. Trumpi ka thënë nuk e duan dhe pikë. Po Evropa e ka zgjedhur këtë rrugë. Para 3 viteve Evropa ju nënshtrua totalisht politikave amerikane. Tani Europa po zgjedh rrugën vete, nuk pati asgjë tjetër. Po s'ka asnjë kapacitet cili është realiteti i ri. Këta lidera të cilët dështuan edhe për të nalu Putinin me pushtu Ukrainën, këta lidera dështuan edhe për të nalu luftën, janë këta lidera europian që e din edhe çdo qytetar dhe çdo njeri në Evropë që nuk krahasohen me liderat e fortë si Schuman, si Kohl, si Berlusconi e tjerë. Pra dobësinë e tyre duhet ta vetë korrigjojnë.